Vëllezër dhe motra, do doja që pjesën tonë ta filloni me një lutje, të dalim përpara Zotit, të hapim zemrat, t'i kërkojmë Perëndis të prek zemrat tona. Nuk ka Zot tjetër si ty, Perëndi, në gjithë botën. Nuk ka Perëndi tjetër, nuk ka askënd dhe askush nuk mund të ndryshojë të mbush jetën tona. Nuk ka askush, nuk ekziston askush që na deshi kaq shumë, na deshi me këtë formë. Na deshi Zot kaq thellë sa Krishti të vdes për ne në kryq. Brenda kësaj dashurie jemi mbledhur. Kishim shumë gjëra të tjera për të bërë sot. Shumë do donim të rrinim në krevat, të çlodheshim, të flinim, ta shikonim shiun nga dritarja. Sot jemi këtu sepse fryma e shenjtë na solli këtu. Lutemi Perëndi që ti të na zbulohesh sot, të na prekësh sot. Lutemi Zot të na flas fjala jote sot. Jemi të dobët, Zot, jam i dobët, Perëndi. Kam nevojë fjalën tënde, kam nevojë frymën tënde të shenjtë. Lutem Zot të prekësh zemrat tona. Lutem Perëndi të flasësh jetëve tona, Zot, të lutem shumë askush prej nesh këtu të mos zbresi këto shkallë sërish poshtë, pa thënë Zoti ishte këtu. Perëndia më foli, Perëndia ishte i gjallë këtu në zemrën time, në veshët e mi, në shpirtin tim. Perëndi, lutem dhe për gjithë ata që ndoshta do të dëgjojnë këtë mesazh në internet. Lutem të prekësh zemrat e tyre në të njëjtën formë. Atje ku janë të ulur, Zot, të gjunjëzohen, Perëndi, të pranojnë, Perëndi dashur, madhështinë tënde, të pranojnë dashurinë tënde, të rriten në dashurinë tënde, Perëndi. Dhe kërkoj këtë në emër të Krishtit për gjithë ne, Zot, e për ata që do të na dëgjojnë dhe për gjithë ne që jemi këtu në këtë sallë. Perëndia ynë, bëu bekimin ynë sot, Perëndi. Amin. Amin. Vëllezër dhe motra, jam i bindur se nëse do t'ju them këtë temë të fjalës Perëndis që do të diskutojmë sot me njëri tjetrin, jam i bindur se kjo temë ka interes, sepse vetëm nga fakti nëse rrim dhe mendojmë se si fjala e Perëndis është një kompozim i jashtëzakonshëm i njerëzve, i fjalës, të gjitha si e imagjinoj Perëndis si një dirigjent i cili qëndron përpara një orkestre simfonike. Dhe atje është duke organizuar violinat, violonçelat, trumpetat, akoma dhe ato, pam, që ja bëjnë, duhet të tërat duhet të bie në kohën e tyre, gjithçka në një informacion të bukur, zërat të shkojnë me njëri tjetrin. Kjo është fjala e Zotit. Ka interes gjithmonë kur ne diskutojmë për fjalën e Perëndis, sepse është diçka shkencore, nëse ma lejoni fjalën e çuditshme për ata që janë jashtë Biblës, për ata që janë përreth fjalës Perëndis, ata që duan të shikojnë çfarë do të thotë kjo fjalë e Zotit, çfarë kuptimi ka, pse i thoni ju vazhdimisht që është fjala e Perëndis. Shumë shpejt studiuesit arrin në unitetin e kësaj fjale. Barinj, peshkatar, mbretër, të gjithë kanë shkruar, profet, janë ullur dhe kanë shkruar këtë Bibël që ne mbajmë në duar tona. Shumë prej nesh që kemi në shtëpi tona, uroj të mos kenë zënë për dikë pluhur diku në raftet tona. Sepse fjala e Perëndis ka interes, është interesante për mënyrën se si ka ardhur në duar tona, se si u kaloi viteve, shekujve, dhe vjen sot në jetën tonë fuqishëm, përsëri dëshmojmë këtu nga mesi ynë, thotë fjala e Zotit më ndryshoi jetën. Opa, është një fjalë që është shkruar mijëra vite mbrapa. Unë sot nuk do të merrem me këtë, ju e kuptuat nga pjesa e parë që ndava me ju, unë nuk do të merrem me fjalën e Zotit, me mënyrën e ndërtimit të saj, me mënyrën që Perëndia e frymëzoi atë, por Perëndia vendosi pikërisht këtë pjesë në zemrën time, të cilën do doja ta ndanim së bashku. Por para se ta lexojmë, do doja të pyes sot. E të lutem, je sa më i sinqert, jo me mua, me Zotin. Si je duke trajtuar fjalën e Perëndis? Mendoj pak të pyetje dhe po e shtjelloj pak më shumë si pyetje, të jemi sigurt që më kuptuat. Çfarë është për ty fjala e Perëndis? Jam i bindur se në zemrën tënde e ke si zbulimin e Perëndis tek njeriu. Por vallë zbulimi i Perëndis tek njeriu përkufizohet vetëm tek historitë biblike? Duke na treguar çfarë ndodhi në Jeruzalem,
si ran muret e Jerihos në 10 vjetër, si Krishti eci dhe shëroi të verbrit, si fali mëkatet e atyre njerëzve, sepse i shikonte dhe i thoshte mëkatet e tua janë falur, dhe bëj arsye sherri dhe nuk e pranonin dot farisejt kush është ky që fal mëkatet e njerëzve. Por megjithatë, fjala e Perëndis në zemrën tënde dhe në mendjen tënde është një përmbledhje historisht të fuqishme, padyshim, por vetëm kaq. Unë sot nuk do të bëj diçka tjetër, vetëse do të lexoj dhe do të mundemi të shikojmë së bashku atë që Perëndia dëshmon për fjalën e tij. Të lutem sot në zemrën tënde dhe në mendjen tënde, kije kështu. Jo një predikim që po bëjmë, jo akoma dhe një fjalë të një së diele, por ti që je këtu duhet të mendosh se nuk je rastësisht. E kemi thënë shumë herë, do vazhdoj do ta them. Ti le diçka sot të jesh këtu. Ti mori një vendim, dijem në darkë ndoshta apo më shpejt, të dielën do shkojmë në kish. I organizove punët e tua dhe hallet e tua dhe nevojat e tua dhe fëmijët dhe të gjithë u zgjuat shpejt, u veshët me vrull, të vini sot në kish. Sot do doja të dëgjoje atë që Perëndia ka për të thënë për fjalën e tij. Dhe ne u lutëm dhe ne kërkuam nga Perëndia të na e ruaj zemrën nga djalli, sepse djalli do ta sulmoj fjalën e Perëndis. Ky është qëllimi i tij, ky është synimi i tij, të sulmoj fjalën e Perëndis brenda në zemrën tënde. E janë të lexojmë pak këtë dëshmi sot nga fjala e Zotit. Do të lexoj pra nga kapitulli 4 i letrës drejtuar hebrejve, do të lexoj nga vargu 11, ju të gjithë ata që ishit së bashku e mbani mend se 11-ën e prekëm herën e fundit kur ju fola për hebrejt, por qëllimisht po e lexoj edhe sot. Le të jemi të zellshëm pra, të hymë në atë prehje, që askush të mos bjerë në të njëjtën shembull të mosbindjes, sepse fjala e Perëndis është e gjallë dhe fjala e Perëndis është vepruese dhe fjala e Perëndis është më e mprehtë se çdo shpatë me 2 tehe dhe depërton deri në ndarjen e shpirtit dhe të frymës, të nyjeve dhe të palcave, dhe është në gjendje të gjykoj mendimet dhe dëshirat e zemrës. Dhe nuk ka asnjë krijesë që është e padukshme para tij, por gjithçka është lakuriq dhe zbuluar përpara syve të atij, të cilit ne duhet t'i japim llogari. Amin. Kjo është fjala e Perëndis që të drejtohet sot personalisht. Po ti thua, unë nuk e shikoj veten time diku këtu. Këtu është duke folur për fjalën e Perëndis, të cilën unë nuk kam asnjë dyshim se është kështu, dhe unë bashkohem me fjalën e Zotit dhe unë them amin, sepse po e vërtet është fjala e Perëndis. Nëse do kisha mundësi të isha vetëm për vetëm me ju, e të mund të diskutonim këtë çështje bashkë, një nga një, të gjithë së bashku, por një nga një vetë. Të doja vërtet të arrinim në një përfundim. A është ky mendimi personal për Biblën? Mënyra që Perëndia e sjell fjalën është shumë e bekuar dhe e lavdishme. Shumë njerëz kanë kaluar, kanë vdekur për këtë fjalë, kanë luftuar për këtë fjalë, dhe kjo fjalë ka ardhur sot në duart tona. Por a bie dakord me vendin që i kam lënë kësaj fjale në zemrën time, në zemrën tonë? Vetë Perëndia na jep këtë dëshmi sot, dhe unë do doja t'ju kujtoja pak se si e mbaruam këtë pjesë të hebrejve tek 11. Ne e mbaruam me vëllezër, nxitoni. Fjala që këtu përdor fjalën zellshëm, të jeni të zellshëm, zellin, në greqisht e pam se është nxitoni. Nxitoni vëllezër, nxitoni motra, sepse ka mundësi zemra të ftohet, zemra të paksohet, kurajet, forcat, ato që thoni, sot unë jam tani ditën nga fillimi, të filloj jam shumë i fuqishëm, por ka shumë ditë që ti ngrihesh me dhëmbje në krah dhe këmbët e tua nuk të mbajnë dot dhe thua, unë nuk kisha një natë fare çlodhse. E pikërisht, Perëndia akoma dhe në një situatë të tillë, të lodhur frymërisht, të mpakur, Perëndia thot kujdes, nxito,
nxito të hysh në atë prehje. Vëri në mendjen tënde përparësi që askush të mos bjerë në një shembull mosbindje, si kishin rënë izraelitët në dhjatën e vjetra, në mbrapa në histori. Ata ranë pasi dëgjuan të njëjtën fjalë që ne shpallim dhe dëshmojmë dhe hapim me njëri tjetrin. Por sot pjesa fillon sepse të mos bini në një shembull të mosbindjes, nxitoni vëllezër dhe motra, nxitoni të gjithë së bashku, sepse ke një atu, ke një fuqi në duart e tua, ke një veçanti në duart e tua, sepse fjala e Perëndis. Dhe me njëherë ti kupton se nuk ka të bëjë më me lodhjen tënde. Ti kupton se nuk je më ti ai i cili thëritesh, nuk më intereson nëse je i lodhur, nuk më intereson nëse s'mundesh, nxito. Jo. Sot Perëndia të thot të merr kokën dhe ta kthe dhe të thot, sepse fjala ime ka fuqi. Sepse fjala të cilën unë të vendos në zemrën tënde ka fuqi të deportoj në zemrën tënde. Në atë zemrë të lodhur, në ato fuqi të mpakura, Perëndia sot shpall fjalën e tij dhe ka këto 3 karakteristika të mrekullueshme. E kush nga ju nuk i ka lexuar, e sa prej jush nuk i keni nënvizuar, sepse fjala e Perëndis është e gjallë, fjala e Perëndis është vepruese dhe fjala e Perëndis është një shpatë me 2 tehe. E njëjta fjalë. Kjo fjalë që ti mban në dorë, kjo fjalë që lexon ndoshta burri yt, gruaja jote, kjo fjalë që ndoshta lexojnë fëmijët e tu, është e njëjta fjalë. Nuk flasim për një Bibël tjetër. Ndoshta të surprizoj sot. Edhe ndoshta ti mendon, unë nuk e kam parë ndonjëherë që fjala që nga kaq e gjallë, kaq vepruese. Nuk e kam parë ndonjëherë që fjala i ngjan kësaj shpate që hyn kudo, deporton në çdo thellësi të zemrës, si një bisturi me një preciz. Po. Sot pikërisht fjala e Perëndis jep këtë dëshmi. E ke menduar ndonjëherë kuptimin çfarë do thotë e gjallë? Ja, sikur të lë pak në heshtje dhe ti të mendosh, çfarë do të thotë që fjala është e gjallë? Ne i dim të gjallët. Të gjallët flasin, ecin, kanë ljenja, veprojnë. A ka diçka të ndryshme me fjalën e Perëndis? E dini pse fjala e Perëndis është e gjallë? Sepse ashtu siç u thash dhe të rinjve, nuk i ngjan asnjë lloj vepre tjetër të shkruar, vepra që kanë ngelur klasike, vepra të lashta që akoma studiohen nëpër universitete. Nuk do të mundet dot t'i përshtatet kjo vepër të sotmes. Fjala e Perëndis e shkruar mira vjet përpara. Akoma mund të gjej zemrën tënde. Ti jeton në 2025-ën. Ti jeton mes sukseseve dhe dështimeve. Ti jeton mes halleve të tua personale. Për ty nuk ka rëndësi nëse ka të tjerë përreth teje që vuajnë, apo ka të tjerë përreth teje që dështojnë, apo që ka sukses. Pse nuk ka rëndësi për ty? Sepse ti ke hallin tënd. E pra, kjo është dëshmia që fjala e Perëndis jep, fryma e Zotit jep sot për fjalën e Perëndis i gjallë. Çfarë do thotë? Kjo fjalë vjen në jetën tënde sot me fuqi të reja, sipas mungesës dhe nevojës që ti ke sot në zemrën tënde. Të më thuash me shumë të drejtë dhe unë prandaj jam këtu ta diskutojmë. E ku më dinte mua Zoti mira vjet më përpara që shkruajti fjalën e tij? Kjo do të thotë që Perëndia dërgon tek ne fjalën e gjallë, ai të njëjtë. Vëlla im, motra ime, ai të njëjtë. Ai nje paksimin tënd, nje forcën tënde, nje mpakjen tënde. Ai nje vrrullin e shpirtit tënd. Ai nje dhe depërton shikimi i tij në thellësitë e tua. Rinia, ai të njëjtë. Askush nuk është i fshehur përpara syve të tij. Dhe duke të njohur, duke ditur nevojat e tua, ai dërgon fjalën e tij që është e gjallë edhe sot
dhe përsëri merr fuqi të reja dhe përsëri të vjen dhe të gjen atje ku je ti personalisht ti. Jo turmave, jo kishave, jo jetëve të gjithë njerëzve, jo mbar botës, ty personalisht. Dhe shikoni si e kam në mendje. Kjo fjalë reagon fjala e Perëndis brenda zemrës tënde, rritet në varësi të tokës që i jep të punoj. E mbani mend shembullin e mbjellësit. Jezusi e tregoi këtë shembull tyr, mbjellësi e mbushte dorën me farë, e hidhte kudo, disa ranë në rrugë farat, disa ranë në pak dhe, të tjera ranë në mes ferrishtesh, të tjera ranë në tokë të mirë. Reagimi i fjalës së Perëndis, e njëjta fjalë është. Kjo Bibël nuk ndryshon. Zemra jote dhe imja vetëse ka tjetër sjellje, tjetër reagim përpara fjalës së Perëndis. Ndërsa sot fjala vjen në zemrën tënde, ti vetë cakton ku do të vendoset ajo fjalë, në cilën tokë të zemrës tënde do zëri vend. Dhe fjala e gjallë e Perëndis do të fillojë do të mbi, do të shtrihë rrënjët e saj, dhe do të fillojë do mbush zemrën tënde, do të fillojë do të flasë për mënyrën që ti jeton, do të tregoj për përparësitë që ti vendos në jetën tënde. Ndoshta jesh diku më njanë Perëndia, ndoshta je duke anashkaluar zërin e Zotit tënd, ndoshta ndërsa të paralajmëron për mëkat, ndërsa të tregon se ky është tundim dhe është prej djallit dhe nuk është diçka që Perëndia e do ta kesh në jetën tënde, ti përpiqesh të mbyllësh veshët, nuk jam në gjendje të dëgjoj, nuk më pëlqen shumë të dëgjoj. Sot Perëndia të flet, zemra jote ka nevojë për dashuri. Lër vend në shpirtin tënd për dashurinë time. Unë do mund të rritem brenda teje, unë do mund të mbush boshllëqet e zemrës tënde, atë që ti shpeshherë ndihesh bosh dhe pa kuptim, atë që ti nuk di se si do të nesër, unë mundem, thot Zoti nëpërmjet fjalës së tij. Kjo do të thotë fjalë e gjallë. Se ndërsa vjen në zemrën tënde, rritet, merr vend. Në qoftë se ti e lejon, në qoftë se ti hap vend zemrës tënde për fjalën e Perëndis, dhe vjen fryma e Perëndis dhe sjell në jetën tënde prezencën e Zotit, sigurisht dua të mendosh se mira e mira vjet vërtet kanë kaluar nga kjo fjalë e shkruar. Jam i bindur që Davidi nuk të njihte ty. Jam i bindur që as profetët Danieli, Habakuku nuk e dinin fare për ty. As madje Mateo dhe as Luka nuk të kishin parë ndonjëherë, nuk e dinin, nuk të njihnin me emër, nuk dinin Jorgon, nuk dinin Erionin, nuk dinin asnjë prej nesh. Por fryma e Perëndis të njeh ty. E duhet të mendosh se kjo fjalë mbetet bashkohore në shekuj dhe pa ndryshuar. Sepse ndoshta mendojmë, fjala e Perëndis është e gjallë. Po, çfarë do thotë e gjallë? Ndryshon. Pra, ndryshe ishte atëherë, ndryshe është sot. Jo, nuk ndryshon fjala e Perëndis. Ngelet njësoj, ashtu si kur është shkruar mijëra vjet më parë, dhe kjo është befasuese vetëse. Si do të mundet një fjalë e cila është shkruar e njësoj, nuk më lejohet ta ndryshoj, nuk lejohet të fshi këtë pjesën, sepse kjo i takon asaj kohe, do mbaj vetëm këtë pjesën, se kjo më duket çik bashkohore. Jo, e gjithë fjala është e gjallë, është e njëjtë, e pandryshueshme, dhe vjen në zemrën tënde dhe punon ndryshe nga mua. Sa herë ti nuk e lexuar të njëjtin varg me 10 herë, dhe kur e lexon të 11 thua, wow, unë këtë nuk e kisha kuptuar. Kjo do të thotë fjalë e gjallë e Perëndis, vjen fryma e shenjtë dhe të prezanton zemrës tënde atë që zemra jote ka nevojë në atë moment. Fjala e Perëndis është vepruese. Do doja të lexonim pak nga Isaia, kapitulli 55, vargjet 10 dhe 11. Ashtu si shiu dhe bora zbresin nga qielli dhe nuk kthehen mbrapa pa u itur tokën, pa e bërë pjellore, pa e bërë që të mbi në mënyrë që ai që do të mbjellë të marrë farën dhe të siguroj bukën për të ngrënë.
kështu do të jetë fjala ime që del nga goja ime, ajo nuk do të më kthehet bosh, pa kryer atë që dëshiroj dhe pa realizuar plotësisht atë për të cilën e dërgova. Kjo është fjala e Perëndis. E kush nuk di për shiun, e kush nuk di ta imagjinoj si zbutet toka, si më pas mbin, ju që merrni edhe pak me kopshtin, mbillni ndonjë domate në një vend, e kuptoni fare mirë rëndësinë e shiut, por të gjithë ne kemi shumë të kuptueshme këtë pjesë nga natyra jonë, nga bota që jetojmë. Dhe fjala e Perëndis thotë, vetë Zoti thotë që unë do ta dërgoj fjalën time dhe ajo nuk do të kthehet bosh tek mua. Pse? Pse? Ku e ka këtë siguri Perëndia? Sepse ai dëshmon sot se fjala e tij është vepruese. Do ta gjej zemrën tënde, do sjelli në jetën tënde kontrollin e tij. Do sjelli në jetën tënde kurajon që të mungon, inkurajimin që nuk e ke. Atëherë kur thua Zot, jam i rënë, nuk do të vi të shty më poshtë. Dëgjoni, nuk dua të keq kuptohemi sot. Fjala e Perëndis nuk është fjalë e mirë që të japi kurajo. Nuk është një fjalë siç i themi njëri tjetrit, e mirë, bë çik durim se do kaloj. Ti nuk di asgjë nëse do kaloj. Fjala e Perëndis vjen në jetën tënde dhe të jep energjinë që ti ke nevojë. Kur ti je mpakur dhe je zbrazur dhe ti je vetëm dhe ti ndihesh si Elia që Zot vetëm unë do ta adhuroj ty. Ku janë të gjithë të tjerët? Vjen fjala e Perëndis dhe të thotë, nuk je vetëm. Fryma e shenjtë është prezente, është prezent, e ti nuk je vetëm. Ngrihu prej së vdekurish, ngrihu përsëri në këmbë. Kënduam kohën e Ezekielit, kur eshtrat u ngritën në jetë, dhe Perëndia me fjalën e tij që vepron bën pikërisht këtë gjë. Kur jemi të gjithë të vdekur dhe ne lutemi të mërkurave, Zot, sill rizgjim në mesin tonë, dhe Perëndia pikërisht të do bëj. Kur jemi si kocka të hedhura në shesh dhe nuk dihet se çfarë janë, a janë njerëz, a çfarë janë, Perëndia i mbush me mish, i mbush me jetë, i ngres sërish në këmbë. Këto janë jetët tona. Ndoshta ti e ndier kështu. Ndoshta ti ndihesh kështu tani. Fjala e Perëndis është vepruese në jetën tonë. Për disa, thot tek 1 Korintasit, fjala e Perëndis është marrëzi. Që do thot kjo u ngrit dikush nga të vdekurit? Por fjala e kryqit, thot Pali te Korintasit, për ne është fuqia e Perëndis. Fuqia e Perëndis atëherë kur këmbët janë të këputura. Fuqia e Perëndis atëherë kur ti thua jo, unë nuk dua më, nuk më intereson dot më, nuk mundem dot më. Fuqia e Perëndis atëherë kur vjen ajo fryma e gjumit. O vëllezër, kujdes se mos dikush dikë e zë gjumi. Kujtoni sot. Këtë e bën fjala e Perëndis. Vjen fuqishëm në jetën tona, sjell fuqinë e Perëndis që të mund të ecim. Fuqi për ty shpesh është ajo që ju thash, të dua. Zot, po ndihem shumë poshtë, ndihem shumë i rënë. Unë të dua ty. Unë të dua në këtë mënyrë ty, sa dhash birin tim të vdes në vendin tënd. Merr fuqi në këtë fjalë. Merr fuqi nga kjo e vërtet. Merr fuqi nga fjala e Perëndis, sa herë që vjen si balsam në shpirtin, kur ti je sëmur, kur ti je rrëzuar, atëherë vjen në shpirtin tënd dhe thot, ti je biri im. Ti më thret mua atë dhe unë jam për ty atë. Kjo është fjala e Perëndis që është vepruese. Kjo fjalë e Perëndis na thotë se është shpat me 2 tehe. E kuptojmë nga natyra dhe ne e përdorim këtë shpatën me 2 tehe, pret nga të 2 anët. Nuk mundesh dot të dyshosh në mpretësinë e shpatës me 2 tehe. Dhe Perëndia e krahason fjalën e tij sot. Jo unë nuk gjeta disa vargje që t'u them, dhe t'u tregoj shpatën me 2 tehe dhe ta simbolizoj fjalën e Zotit me një shpatë të tillë.
Perëndia me frymën e tij të shenjtë e ka shkruar në fjalën e tij që ne ta mbajmë mend dhe ta lexojmë sa herë që kemi nevojë, se shpata e Perëndis do ndërhyj në jetën tonë, jo për të vrarë, por për të ndryshuar, për të ndërhyrë në të fshehtat e zemrës tënde. E kush mund ta gjejë dot ku ndahet shpirti nga fryma? Kush mund të ndërhyjë në palcat e trupit të njeriut? Sot mendoje. Fjala e Perëndis ndërhyj në zemrën tënde. Në qoftë se je gjetur shpeshherë i kritikuar nga fjala e Zotit, në qoftë se je gjetur shpeshherë i gjykuar nga fjala e Perëndis, mos i kthe kurrizin Perëndis. E bën sepse të do. Në qoftë se shpata e Perëndis, fjala e Zotit depërton në më të thellat e zemrës tënde, në errësirën e shpirtit tënd, në vende ku nuk do doje të ekzistonte fare dikush të mund të gjykonte dhe të dinte për ty, dhe të njihte për ty. E bën sepse të do, ndërhyn sepse të do. Nuk i fshihesh vetë se dot, nuk i qëndron dot larg Perëndis. Në greqisht thot dhierevnai silogizmush, që enjes ti skardhjas. Mendimet e tua, ato mendimet që ti i bën vetëm në dhomzën tënde, në makinën tënde, ai i kontrollon, i shikon një nga një, mundet t'i shikoj një nga një. Shpata, fjala e Perëndis hyn në dëshirat e zemrës, në merakun e zemrës tënde. Sot ti do mbash një pozicion. Ti vlla im dhe motra ime, ti miku im, që ndoshta edhe për herë të parë mund të dëgjosh fjalë të tilla. Ti ke një pozicion për të mbajtur sot. Kjo fjalë e Perëndis është një histori e shkruar, e lavdishme, e bekuar, e një populli, e një Zoti, atëherë kur Krishti vet erdhi dhe vizitoi botën dhe vdiq për këtë botë, është kjo Bibël një histori e tillë? Apo ka fuqi? Më tepër, këto histori ndërhyn më thellë në zemrën tënde. Këto përshkrime të fjalës së Zotit kanë fuqi të ndryshojnë jetën tonë. Përpara Perëndis, ti nuk je i fshehur. Ti nuk je në padukje. Përpara Perëndis ti je shumë i rëndësishëm. Ndoshta ti je merr si kërcënim këtë. Të lutem sot, mos shiko si kërcënim këtë fakt që Perëndia të thotë se ti përpara me je i zbuluar. Ndoshta ndihesh i kërcënuar se thua, s'ka asnjë gjë që mund t'i fshehun këtij Zoti. Un kam gjëra që nuk do doja ti dinte ai. Un kam gjëra që askush nuk do donte të ndërhynte dhe të shikonte ato. Por të lutem, inkurajohu sot nga kjo e vërtet. Ti nuk je diku në humbje, nuk je diku i mbuluar, nuk je diku ku Zoti thot, Adam, ku je? Nuk ka askund ku Perëndia nuk mund të t'i gjej dot. Ndoshta me vetmin tënde, ndoshta atje kur ti ndihesh i dështuar. Atëherë kur je përpjekur shumë herë në jetë, por prapë në të njëjtin pozicion je gjetur. Ai thotë që ti je për mua lakuriq. Unë të shikoj ty. Shpesh herë gjyshi përdorte fjalën i të i dukshëm. Unë shikoj brenda teje. Unë di mendimet e tua, di zemrën tënde, di ndjenjat e tua, unë i di lotët e tua. Por sigurisht, nuk do duhet ta ndryshoj fjalën e Zotit, sigurisht kjo ka të bëj, ti nuk mund më fshihesh dot mua. Ti nuk mund më të fshehesh mëkatin tënd prej meje. Urrejtjen tënde, thashe themet e tua, pozicionin tënd, mendimet e tua rinore. Lere qik, si jemi akoma në momentin, nuk jemi akoma në fazën, e të kalojmë qikon, të ham qik jetën, Perëndia i di të gjitha këto. Përpara ti jemi lakuriq. Përpara kujt Perëndia? Dhe Perëndia nuk e nisi kështu. Është përpara Perëndisë të cilin ne do t'i japim llogari. Llogari për çfarë? Për mendimet tona, për vendimet tona, për ecjen tonë, për jot dhe pot tona, për marrjen e dashurisë së tij dhe shfrytëzimin në kuptimin e mirë të kësaj dashurie, për të mirën e shpirtit tonë, për shpëtimin e shpirtit tonë,
por edhe për mohimin e kësaj dashurie. Atëherë kur i kthyem kurrizin, sepse menduam se mundemi, sepse menduam se është shumë, është e tepërt, nuk është momenti. Një ditë të gjithë do dalim përpara fjalës Perëndis. Një ditë të gjithë do dalim përpara Perëndis i gjallë. Të lutem, mba kontakt me fjalën e Perëndis. Lëre fjalën e Zotit në jetën tënde të shpalos këtë vrull, këtë fuqi, këtë gjallëri dhe këtë veprueshmëri në jetën tënde. Unë nuk mund ta bëj dot, ky takim do mbaroj tani. Nuk e di pas sa vitesh do t'i referohemi prapë të njëjtës pjesë, Zoti e di. Por kjo nuk bëhet që këtu. Fjalën e ke me vete. Mendimin e Perëndis për ty e ke këtu. Tek Bibla, tek shkrimi i shenjtë. Ky është mendimi i Perëndis. Edhe diçka akoma dhe këtu e mbaroj. Mendoje pak. Ti vëlla dhe motër që në zemrën tënde ke ungjillizimin. Ti vëlla dhe motër që në zemrën tënde ke të dalësh atje jashtë. Nuk ka nevojë të kesh aftësi personale. Fjala e Zotit që është e gjallë dhe që është vepruese dhe që është shpatë me dy teke, e njëjta fjalë do ndihmoj atje jashtë. Sepse kjo është e gjallë, vepruese dhe shpatë për ty personalisht, për jetën tënde personale, por është e gjallë dhe për ata njerëz që janë jashtë. Ti mendon ai do më thotë diçka dhe unë nuk do di t'i kthej përgjigje, unë kam frikë se mos tregojmë se jam i dobët, mos ki merak. Sepse fjala e Perëndis, si e nisëm sot? Ndoshta halle, probleme, gjumë, frikë, nxitoni, po pse? Sepse fjala e Perëndis ka fuqi për ty personalisht, por edhe kur ti e përdor atë. Mbani mend që tek armatimi frymor i besimtarit, fjala e Perëndis është shpata në dorë, siç është besimi në krah. Si mburoj. Çfarë do të thotë? Një vëlla shumë të dashur më ka ndihmuar shpeshherë këtu nga mesi ynë. Ne nuk jemi vetëm në mbrojtje, vëllezër dhe motra, ne jemi në sulm. Shpata, fjala e Perëndis, është armë sulmi. Do të sulmojmë planet e armikut. Do të sulmojmë për burrat jo besimtar në mesin tonë, për gratë jo besimtare në mesin tonë. Do të luftojmë me fjalën e Perëndis. Do të shpallim fjalën e Zotit në mënyrë që të hyjë në jetën e tyre e gjallë, depërtuese, vepruese. Ashtu sikurse është, nuk do ta bëjmë ne këtë gjë. Perëndia të na bekoj. Perëndia personalisht e kam nevojë të më tregoj nevojën e kësaj fjale. Kam nevojë të kem etjen e kësaj fjale, dëshirën të mbushem me fjalën e Perëndis. Mësoni vargje përmendësh rinia, mësoni vëllezër motra vargje përmendësh. Të jetë fjala e Zotit në zemrën tonë, sepse akoma dhe Krishti Zoti ynë, kur djalli erdhi dhe e sulmoi, me fjalën e Perëndis, me shpatën e fjalës, luftoi atë ditë, në ditën e tundimit në shkretëtir. Po ne, po kur të vi dyshimi në zemrën tënde, kur të vi frika, kur të vi djalli të pëshpërisë që ti nuk vlen, ti nuk je për këtë punë, nuk janë kështu të krishterët, me fjalën e Perëndis, do ta ngresh fjalën e Zotit në zemrën tënde, do të thuash që unë jam mëkatar, por ai vdiq në vendin tim, dhe ai kurrë nuk do të më braktis. Akoma dhe sikur nëna fëmijën të braktis, ai kurrë nuk do të më braktis. Ai ka premtuar që do jetë me mua deri në fund të kësaj bote. Unë nuk jam vetëm. Unë do të qëndroj në Krisht. Unë do zgjedh Zotin tim, do zgjedh fjalën e Zotit tim. Zoti na bekoj të gjithëve. Le të lutemi. Dua thjesht të them faleminderit Zot. Faleminderit për këtë fjalë. Faleminderit për këtë shkrim të shenjtë. Me shumë kujdes, me shumë merak për ne, o Zot e shkruajte, të arrijmë në zemrat tona, të bëhet kjo fjalë depërtuese, të bëhet e gjallë, të hyjë një farë në zemrën tonë dhe të bëhet një pemë e fuqishme jete brenda shpirtit tonë. Lutem në emër të Krishtit Perëndi, për çdo vëlla dhe çdo motër që është këtu. Lutem në emër të Krishtit
për këdo mik të dashur, shumë të dashur që sot këtu midis nesh, të lutemi Perëndi. Le të ndryshoj fjala jote zemrën e tyre, sepse e ja vlen kjo fjalë dhe sepse e ka fuqinë kjo fjalë të ndryshoj zemrat tona, zemrat e tyre. Lutem Perëndi. Të lejojmë veten tonë, të lejojmë zemrën tonë, të depërtoj kjo fjalë në shpirt, o Perëndi dashur. Etjen tonë, urinë tonë, të lutem të na e plotësosh, të na ngopësh ti, Zot. Unë lutem në emër të Krishtit, për këta që janë këtu të gjithë vëllezër, motra dhe miq, dhe për gjithë ata që do të na dëgjojnë, Zoti i dashur, kur ti ta lejosh aty në internet. Lutem për zemrat e tyre, Perëndi. Lutem, Zoti i dashur, që fryma e shenjtë të veproj. Vetëm me frymë të shenjtë mund të funksionojë kjo, Zot, nuk bëhet ndryshe, Perëndi. Të lutemi në emër të Krishtit. Amin. Zoti na bekoftë të gjithëve.